Me çana e ke bërë byrekun sot? O, kemi qarë byrekun, kemi bërë si për vete. Po me çfarë? Me qep, edhe me presh, gjysmë as me kosë edhe me vetë. Ta provojmë? E provojmë, e bërë speciale fëtare. Mirë? Në dojgjë. Tani ne ju a kemi treguar shumë herë se si e bëjmë byrekun, kështu që këtë herë mendova t'ju tregojmë këto prapaskena të lezetshme. Kujtja merrte mendja që edhe të bërit byrek ka drama dhe momente kulminante. Bëj shaka, thjesht na u desh një 3 orë, 4 orë sa na u desh ta bënim këtë byrekun, por rëndësi ka rezultati dhe fakti që e bëra me babën dhe kaluam ca orë shumë të lezetshme bashkë. Ndaj brumin. Rumull. Topa. Rumulla. Po si dua rumull, topa, i thojnë. Sa topa të bësh? Sa dali të një 10-12. E hapësh ti apo unë? Po hajde, hapim bashkë, ma. Ato. Gabime amatore. U der. Janë të palejueshme për ty. Po. Ti je profesionist. Peta e parë. Peta e parë. Kështu. Kjo është peta ime, nuk është si këto të babit, po gjithsesi quhet. Bëj edhe një 2 peta sa të çlodhet babi. Je lyri gjithë me së shten. Po jo, e gjithë jo. Kamat e shapkat e O ba u fry! U fry! E u poq? Akoma. Që ka bërë shumë me mirë. Ande ka poshtë. Jo, nuk është bërë. Më duket se është gati. 3 hours later. Hapi tjetër magjik është ta lagim me ujë. Se s'bëri kështu. Duhet ta kthemi në tepsi tjetër, po s'kemi tepsi dhe do vëm këtë. Profesionisti erdhi. Ja, ktheva. Ta lë kështu tani, të kulloj. Jemi okej. Na bëf mirë. Na bëf mirë pa.